Të dashur shqiptar, sot do ta pres gishtin dhe do bëhem vllam me Dimitër Kamardën. Ju betohem, do ta pres gishtin para gjithë shqiptarëve në të gjithë botën. Do pim gjak Dimitër Kamarda sot. Arsye për këtë është se fjala Bizantium vjen nga heroi i lir Byzas ose Buzas, që do thot buza. Dhe Dimitër Kamarda ka gjetur që fjala shqipe mbush dhe fjala shqipe buz lidhen që të dyja me fjalën Byzas. Këtë ide e merr Jokli dhe e fut fjalën mbush në fjalorin e gjuhëve indo-europiane pranë kësaj folje byzein që do të thot mbush. Por jo në gjuhën greke, në gjuhën trake. Qyteti quhet Byzas, buz detit Pontus. Kjo është çmenduri. Pra, të gjitha gjetjet e Joklit janë gjetjet e Kamardës dhe këtë nuk e di njeri. Tani, nuk do pim gjak se jemi njerëz të egër, por do zëvendësojmë gjakun me Coca-Cola. Pra ta zëm se e prem gishtin. Edhe ky është gjaku. Pra gëzuar, Dimitër Kamarda je vëllami im, e deklaroj këtë para gjithë botës. Gëzuar. Perëndia Byzas është një perëndi ilire që do thot buza ose buza e fryrë. Ky emër nuk gjendet në poemat e Homerit, as në Iliad, as në Odisea. Nuk gjendet në asnjë mit helen, është futur ky mit në enciklopedinë e Stefanosit të Bizantit. Pra gjuha greke, sot mësuam, është enciklopedi e dialekteve ilire. Pra nuk ka popull grek. Unë këtë nuk e dija, ma kanë thënë shqiptarët, nuk ka popull grek, nuk e besoja. Është një lloj si të thuash popull europian në Bashkimin Evropian. A ka popull europian? Jo. Edhe në Bashkimin e Mbretërive Ilire, në një perandori të madhe, perandoria e Bizantit, nuk ka popull grek pra, e kuptoni apo jo? Ka vetëm dialekte ilire. Dhe grekët sot flasin vetëm dialektin e Atikës. Ndërkohë që në përgjithësi gjuha greke është bërë një enciklopedi, kanë futur aty fjalët trake, ilire, prygase, jo latine. Këtë e dim të sigurt. Por ku do janë fjalët ilire dhe ndërmjet të tjerave është fjala buza ose byza. Gëzuar gjakun i lirë të Coca-Colës. Të dashur shqiptar, turbo-albanët mburen në rrethet sociale, në Facebook, në TikTok, etj, që ata janë zbuluesit e fjalës Byzantion që vjen nga fjala buza. Jo, zbuluesi është Dimitër Kamarda. Mirë po fjala buza nuk është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, është futur vetëm folja mbush. Pse? Sepse këtë kuptim ka edhe në gjuhën thrake dhe ilire, byzein do thot mbush. Tani, çfarë është enciklopedia e Stefanosit të Bizantit? Është pikërisht shpjegimi në helenisht i të gjitha toponimeve ilire. Kjo është përkthyer me inteligjencën artificiale, kjo është varianti amerikan, dhe këtu shkruhet me hollësi që fjala Byzantion vjen nga fjala buza që do të thot buz detit, fjalë për fjalë në gjuhën trake. Por duhet kemi parasysh që trakët ishin një popull i lirë. Kjo është arsye që gjuha shqipe është kaq e ngjashme me greqishten pontike. Pra, ky emër u ndrua në Konstantinopoli, domethënë qyteti i Konstantinit ose Roma e re, por shumica njerëzve nuk e morën parasysh këtë emër dhe mbeti emri lashtë i lirë Byzantos.
Dhe Byzantos është emër gjinore e fjalës Byzas. Pra emri është grek Byzantos, por vjen nga ilirishtja Buzas. Pra fjala Byzantin do të thot i Bizantit, i Buzës, në gjuhën greke, që të jemi të qartë. Byzantios nuk është fjalë shqipe, por e krijuar nga gjinoria në greqisht. I njëjti shpjegim është edhe në faqen tjetër të inteligjencës artificiale, shumë popullore kohët e fundit, pik për pik, ku thuhet që pikërisht një orakull në Delfi tha që në qytetin e Bizantit, që do të thot buzë dentit pontik ose goja e dentit pontik, do të krijohet një qytet dhe ky është breg Thrak, fjalë për fjalë. Shpjegimi është i përsosur, fjala Bizantios pra vjen nga greqishtja gjinoria Byzantios, nga fjala Buzas, që do të thot pikërisht buzë detit Trak. Të dashur shqiptar, këtë fjalë unë kam vendosur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por nuk ka qenë aty. Si e bëra këtë zbulim? Duke ndjekur literaturën e krijuar nga Norbert Jokli, që thotë që fjala shqipe mbush është shumë e ngjashme me fjalën helene ilire byzein, do thot mbush. Madje inteligjenca artificiale thotë që qyteti i Byllisit këtu duhet futur në këtë kategori, do më thënë ka kuptimin organ mashkullor në ilirisht. Bylla në ilirisht edhe në greqisht ka kuptimin pjesa e prapme e trupit. Kjo është edhe në gjuhën lituaneze byllis, do të thot pikërisht vithet të dashur shqiptar. Në gjuhën shqipe kjo është bili, fjalë për fjalë. Y-ja është bërë i në gjuhën shqipe. Është organi mashkullor i shqiptarëve byllis. Kjo është e tmerrshme, po ky është emri i byllisit. Ka edhe kuptimin e gjarprit të fryrë, edhe organi mashkullor i fryrë të dashur shqiptar. Dhe këtu jemi pikërisht tek fjala helene byzein, që do të thot me mbush, i mbushur, dhe kjo përkon me fjalën shqipe buza, që është buza pranë detit pontik, tek Trakët. Është dhe origjina e fjalës bushtër, një lloj si gjuha helene bustra, dhe ka kuptimin qen i fryrë, qen shtatzën. Buçe, fjalë për fjalë, ka kuptimin qen shumë i zgjuar, dinak. Në ilirisht kjo fjalë është krijuar nga helenishtja Byzantes, që është në fakt një emër në rasën gjinore në helenisht, ka kuptimin plot për plot, e mbushur plot, turma njerëzish, turmat e qytetit. Byzantia në gjuhën helene ka marrë kuptimin e fillit të krijuar me qimet e kalit të dendura, fjalë për fjalë. Pra është filli që përdoret për të zënë peshk. Byzantios quhet qyteti i Konstantinopolit, emri origjinal, dhe byzen do të thot e përshtatshme, e dendur, e ngjeshur, e begat, e plot, fjalë për fjalë, e mbushur plot, një lloj si fjala shqipe mbush, dhe këtë vuri re kamarda. Dhe këtë pastaj e mori Jokli dhe futi fjalën mbush në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Po këto fjali kam futur unë, nuk ekzistojnë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Kemi foljen helene byzein, do të thot me mbajt fort, me kuptimin e ngjeshur fort, në dorë, e mbushur plot, në dorë. Kemi fjalën buzon, që do të thot i dendur, krenar, i madh, pastaj mori kuptimin i fort, inteligjent, i mençur, një lloj si fjala shqipe bushtër, që do thot kafsh dinake, buçe. Me kuptimin shtatzan,
por edhe me kuptimin dinak. Është një lloj në helenisht dhe në shqip të dashur shqiptar. Por jo vetëm kaq, kjo gjendet edhe tek gjuhët gjermanike me këtë kuptim, gjendet edhe tek gjuhët slave pikërisht me këtë kuptim, bëstre i thon i mençur në gjuhën polake. Pra, meqense unë e di polonishten shumë mirë, e kuptoj që kjo fjalë në gjuhë slave ka kuptimin i fryrë, i mbushur, dhe është origjina e lumit të Bistricës, Bystra. Pra, ky është emër origjinal dhe jo i vendosur gjoja nga slavët në shekullin e 6 të erës sonë. Enciklopedia e Bizantit thotë që ky është një emër i lashtë trak, Bistrica. Kjo është e frikshme. Pra, fjala slave buhniti në gjuhën ruse dhe në gjuhët slave, përfshi dhe polonishten, është e lidhur me fjalën bystre, që do thotë i mençur, i mbushur, i fryrë, krenar. Kjo është gjithashtu tek fjala byzejn në gjuhën thrake. Këtë ka marrë greqishtja, nga thrakishtja dhe ilirishtja. Pra gjuha thrake dhe ilire është shumë e ngjashme me gjuhët slave, me gjuhët gjermanike, dhe emri i byllisit pra qenë ka i lidhur me kuptimin e organit të fryrë, që kam thënë në disa filma të tjerë. Pra ato që thon helenët që byllis vjen nga fjala boule, nuk është e vërtetë, është etimologji popullore në helenisht, sepse vetë grekët e pranojnë në fjalorët e tyre që byllis është pikërisht organi mashkullor në gjuhën e Lakonias dhe në gjuhën ilire. Fjalë për fjalë. Byllis është origjina e organit mashkullor në shqip. Yja bëhet i vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene të dashur shqiptar. Kjo është çmenduri. Pra përfundimisht emri i byllisit është emër shqiptar. Ka kuptimin organi fryrë, fjalë për fjalë. Ishte valle spartane, ku spartanët vallëzonin në gjimnaz, dhe në gjimnaz ose palestër spartanët stërviteshin të zhveshur komplet dhe aty laheshin pastaj me njëri tjetrin. Kjo është valle spartane, e regjistruar me fjalën byllis. Kjo është çmenduri. Kjo që ka ndodhur. Pra përfundimisht fjala buza do thot buza e detit pontik. Kështu thon vetë grekët në enciklopedinë e tyre. Dhe tani më në fund u gjet përgjigja përse ka mbijetuar gjuha shqipe. Nuk mbijetoi gjuha trake, që ishte pjesë e popullit i lirë. Nuk mbijetoi gjuha dalmate, pjesë e popullit i lirë. Përse? Të gjitha këto vise u pushtuan nga slavët. Ku mbeti gjuha shqipe? Ku mbijetoi ajo? Vetëm në atë pjesë të Ilirisë që ishte mbrojtur nga perandoria bizantine. Perandoria bizantine e buzës shqiptare, e heroit buzas, ashtu quhej ai, i cili u martua me vajzën e perëndis Io dhe Poseidonit. Dhe qyteti që ngriti ai është e parashikuar nga orakulli që tha që shko tek buza e detit Pontus. Dhe atje është gjetur sot greqishtja pontike, e ngjashme me shqipen. Në këtë rajon të detit pontik, kryeqyteti quhet Arbanon, një lloj si principata Arbanon e shqiptarëve. Shqiponja e tyre ishte një shqiponjë argjendi, një lloj si shqiponja me një kokë, jo me dy koka. Shqiponja e principatës Arbanon në Shqipëri. Principata Arbanon është principata më e lashtë e pavarur që u shkëput nga perandoria e Bizantit, e para. Dhe tani, përfundimisht, kjo është arsye që mbijetoi gjuha shqipe. Të gjitha dialektet e lashta ilire u zhdukën, u shuan, dhe kanë mbetur ato fjalë në shqip që kanë derivativa në ilirisht, por që janë ruajtur këto fjalë në fjalorin e Hezikysit të Aleksandrisë. Jo vetëm në Bizant, por në Aleksandri, në Egjipt.
Ati janë ruajtur fjalët i lire, ti shikojmë bashkë sepse kjo është për të qarë. Të dashur shqiptarë, siç e shikoni, është e shënuar nga inteligjenca artificiale e gjithë historia e fjalëve në enciklopedin Helene. Pra gjuha greke është enciklopedi Helene, ku janë regjistruar fjalët trake, prygase, ilire, shqipe. Dhe po ta shikosh me vëmendje, të gjitha fjalët që nuk kuptohen nga grekët janë të shënuara me një kryq ose me një yll. Nuk kuptoheshin nga grekët, janë sqaruar me fjalor. Është një lloj sikur ti të marrësh një fjalor për të kuptuar fjalët e shqipes. Përse na duhet ne fjalori për fjalët e shqipes, ne dim shqip. Pra grekët nuk i kuptonin këto fjalë, duhet i lexonin me fjalor. Kjo është një enciklopedi e gjitha historia e gjuhës greke, pra nuk ka popull grek, ka pikërisht fise të ndryshme me dialekte të ngjashme me njëri tjetrin. Por sidomos kjo fjalë është e pastër, i lire, nuk kuptohej nga grekët asnjëherë dhe është shpjeguar ilirisht greqisht, ju betohem. Pra, fjala buza, buzdetit pontik, është origjina e qytetit Buzas, fjalë për fjalë. Kjo gjë ndodh kur një popull takohet me një popull tjetër. E njëjta gjë ka ndodhur në Shqipëri, ku Aulon, që do të thotë ngushtic, kanal, gryk, është regjistruar si qytet, qyteti i Aulonës, i Vlonës. Dyrachion, do thotë shkëmb i keq në greqisht, është qytet në Shqipëri. Lisos, shkëmb i lëmuar, është qytet, Lezhë. Po ashtu në Himar. Bonos, do thot mal, është emër qyteti Vuno. Druma, në shumës, pyet, është bërë emri i dhërmiut, Drumades, në gjuhën shqipe. Pra, ajo që ka ndodhur në Shqipëri me emrat grek që është bërë emër qyteti, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në helenisht. Fjala buza, që ata se kuptojnë, është bërë emri i qytetit Buzas, ose Byzantios, që është pikërisht gjinoria e fjalës buza. Kjo përkon me fjalën shqipe mbush, përkon dhe me fjalën helene byzein, që do thot mbush, fjalë për fjalë. Kafsh dinake, bushtër në shqip, edhe në helenisht ka kuptimin bustra i mbushur, që mbush shishen. Tapa e shishes është bustra në helenisht. Këtë zbulim madhështor nuk do ta kisha bërë pa ndihmën e Dimitër Kamardës. Pra, kur dalin në televizion turbo-albanët dhe thonë që fjala Byzant vjen nga buza, ky nuk është zbulimi i tyre. Këtë e ka zbuluar Dimitër Kamarda, që dinte greqisht e shkëlqyshëm. Konsultohet me Majerin, Majeri me Joklin, domethënë autorët e Akademisë së Vjenës konsultohen me arbreshët dhe vendosin fjalën buz në një fragment të veçantë, por nuk është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Është vetëm tek vepra e Majerit. Në fjalorin e gjuhëve indo-europiane është futur vetëm folja mbush, që përkon me fjalën trake byzein, mbush. Ky mbahet si zbulim i Joklit, por është në fakt zbulim i Dimitër Kamardës. Dhe kjo është bërë që në shekullin e 19. Nuk është zbulim i turbo-albanëve. Janë të gjithë mashtrues. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.